Zef Kapaklia, 62 vjeç, pas rreth 30 viteve qëndrimi dhe pune në Itali është rikthyer prej 5 vitesh në Shkodër. Me mjeshtrinë që ka përfituar jashtë vendit, ai është fokusuar kryesisht te modifikimi i biçikletave, sidomos atyre me 3 rrota, të cilat përdoren nga persona me aftësi të kufizuara dhe individ që kanë vështirësi në lëvizje. Zefi thotë se pasioni për këtë zanat i ka lindur që fëmijë, ndërsa sot mundësia për t'ju ardhur në ndihmë njerëzve që kanë më shumë nevojë e bën punën e tij edhe më kuptim plot. Bicikletën e kam pas pasion qysh fëmi, edhe i kam rregullu vetë vazhdimisht, e kam çu kur të biciklisti. Kam mësu baba, se baba kështu i rregullot e vetë gjithmonë. Kur erdha fillova me rregullu bicikletën, se këtu s'kishte biciklist. Më erdhën disa shokë që s'kishin mundësi me ecë me bicikletë me 2 rrota, më thonë a mundesh me na sa ju një me 3 rrota. Allon pash në Shkodër një se kisha ardhur prej jashtë, i bënej fotografi, edhe erdha bëna vetë. Më shumë ata i marrin, personat me aftësi kufizuese se nuk ka nevojë më të ekuilibrin, rrin vetë bicikleta. Dikush e përdor për tregti. Ai punon çdo ditë për të përshtatur bicikleta të personalizuara, por jo vetëm kaq. Ai merret edhe me punime të tjera prej hekuri. Kishe me hap oficinë, unë jam edhe mekanik. Me hap oficinë, s'ke ku gjena punëtor. Mundësi s'kam vetëm, nuk mund t'i dal. Fillova me bicikleta, mirë po të shej që kërkojnë bicikleta me 3 rrota, kam i fije punë më shumë. Punishtja e tij është kthyer në një adresë të njohur për shumë qytetarë që kërkojnë zgjidhje të posaçme përmjet televizëse, ndërsa Zefi synon të zgjerojë edhe më shumë këtë shërbim në vitet e ardhshme.